dua. Veç nëse s'të prek, do me thonë, konsiderohet që veç nëse të prek është ngacmim. Nëse nuk të prek edhe ti e ki që shto si hije, unë nuk pe kuptoj cili ligj, apo kush i ka shkru qëto ligje, a janë veç në Kosovë, në Shqipni, edhe pse në bot nuk janë, e di që në bot stalking për ndjekja është që dënohet. Ka një vedije më të lartë, edhe i din veprimet e veta në shtetet e huaja, andaj kështu munden për ndjekan, edhe mu që tu për ndjek vetëm një kriminal. Edhe one veç tjesht po thom, me qito ligje që i pas kemi na, sepse na nuk është që i kemi hullumtu që atë shumë në shtatë dhe në këto detaje që pas kanë qenë më të leta, sepse fatkeqësisht na duhet veç mu vëra dikush që me pa cili është ligji për vrasje, mirë po për me mriterit e vrasja që to fillan të përndjekja, edhe nëse na i pas këm ligjet e tilla, atëherë na po rritim kriminal, po luajmë të lirë kriminal, edhe mandi këta kanë me dalë. Po. Mari mendimin e Lindës lidhur me këto që po i bisedojmë. Linda, ju një madje edhe më shumë në rrjedha nga që rasti ka ndodhur në Shqipëri, ani pse është implikuar një profesionist i shëndetit mendor nga Kosova. Mendoj që egzageruam një qik me idenë e kriminalit, kam përshtypjen se... Unë thash në shtetet të huaja zakonisht për ndjekin kriminalët. Dakord, mendova se etiketuam... Nuk mendoj që mjeku psikiatër është kriminal, në asnjë variant. Mua më dhimset shumë i bekuari, sepse duke që... Mua më dhimset shumë. Mua më dhimset pacientat e ti, kreqet atë fëmijët dhe adoleshent që i ka trajtua, i më falne, më shumë se personi, sepse ka ushtru një profesion i cili është jetësor. Kjo është psikiatër, ka të drejt edhe hapa i laçe me jap të gjata pacient. Po, e vërtet është ajo. Do me thonë edhe për mu që kjo është jetësum. E kemi ngritur edhe gjatë ditës së djeshme. Po më dhimset asë pa. Po lidhur me këtë rast, edhe burgoset, edhe lëshohet, edhe humbën vendin e punës, edhe nuk e fiton të dashurën. Po pra, prandaj falje dhe une e kom një dashni platonike me Harvin e serialit Suits, qka tash, unë me shku me përndjek ato, më falni. Po, të dua me shku. Vëden, jo më ju din të ne pëse s'moj më martu me ta. Mereni një qik më letë, se nuk është aq serioze idea e fakti që është liruar, tregon që nuk ka qenë harmful, nuk ka qenë i rrezikshëm. Varet edhe ku i shënon edhe ku e kontakton, për shkak se nëse të shënon në numër, është ma problem sepse mundet me të kontaktu disa herë dhe isa blokon. Nëse në rrjetet sociale e ki ma problem, e ki ma letë, thjesht të kontakton, e blokon dhe kaq, vazhdon me jetën tënde. Unë nuk e di kush është personi. Nuk e di kush është personi në fakt që ai ka stokuar, edhe ka rënë në dashuri platonike, sepse normalisht është dashuri platonike, është në distancë, ai nuk e njeh nga afër, e ka parë nga ekranet edhe aty ka rënë në dashuri. Nuk e di kush është personi dhe nuk dua ta gjykoj fare, po nga një herë më duket sikur këto historitë roz na japin një çik më shumë vëmendje. Jo, duna me ndërpret sepse këto nuk po flasim për një çik roz. Mu po më vjen mirë që kjo personazhe e ka bu publike këto, sepse nëse ligjet nuk funksionojnë, atëherë na me fotografi u dasht mu njoftu për personin e tillë i cili sot fatmirësisht edhe është largu prej punës, sepse ai ka punu si psikiatër në qendrën klinike universitare të Kosovës, në klinikë të shtetit. Edhe ai ka trajtu persona. A mund të them unë diçka nga eksperienca ime personale? Unë kam pas eksperiencë personale për shkak të njerëzve që më është dashur të ndjek në klinika të tilla, do më thënë të ndjek të ndihmoj në klinikat të tilla, dhe kam përshtypjen se edhe mjekët, për shkak se punojnë gjatë gjithë kohës me pacient, me probleme, edhe mjekët vetë bien pre këtyre problemeve nga një herë. Edhe ata janë njerëz mbi të gjitha. Po pra, edhe nuk duhet të flasim me kaq, sepse nuk ka bërë asnjë gjë, i ka thënë një vajzë të dua. E ka përndjek, a ka pas rast, edhe në Kosovë dhe është rasti i dytë, i cili është lajmëru, do me thonë nuk është hera parë, është hera e dytë, ka pas rast edhe në Kosovë, po përsëritet edhe në Shqipëri, e fatkeqësisht që na bën me dyshu që mundet me pas edhe rastet të tjera. Une pajtohem që është njeri edhe ka probleme, mirë po se cili person, tashti edhe një kirurg për shembull nëse ka një problem, ai
me vepru në operacion edhe me thonë, valla nuk esh mirë psikisht edhe me të pacientin dora. Jo, këta duhet të merren me vetëm për shkak të profesionit. Jo, sepse këta profesionin shumë delikat. Agnesa, ama këtu nuk po vlerësohet